Ju kërkojnë ndjes për minutazh. A ka aftësi shtetëformuese Palestina? Patjetër që ka. Patjetër që ka, e nisën me Shtetet e Palestinës të njohur nga Shqipëria. Po flasim për pjesën e Gazës. për pjesën e Palestina. Ne donë në Itali, ne njihnim Fosco Dinucci, nuk njihnim Andreotin për atë punë. Është njohur nga dhe madje Donë përfaqësues të Italisë, ne donë kur na bëj kongresit, se ti je i ri atje, nuk e mban mend. Kur bëj kongresi, i partisë na vinte Fosco Dinucci, nuk na vinte as Kraksi as Andreoti. Ka ambasador këtu. Fosco Dinucci ishte një garazhist që rregullonte makinat. Një ambasadë këtu e cila makinat që se një Kosovë. Garazhist në periferi të Romës. Tetën e njeh Shqipëria. Po, një sekond. Tek ato pikat aty, Po. hidhet si hipotezë kjo. Sepse është diçka që është miratuar dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe nga shumica e vendeve në OKB. Marrëveshja e dy shteteve. Marrëveshja e paqes, për cilën kemi ardhur diskutojmë, se tani po të citojmë gjitha faktet që dim, unë jam shumë dakord me zotin Spahiu për atë që tha. Çështja kryesore e Gazës është të mbaroj lufta dhe këta njerëz, cilët po kthehen në rënoja, pa ushqime, pa medikamente dhe sigurisht që do të ketë një luftë për burimet, nëse burimet janë të limituara, se si do mbijetojnë këta dhe se si do të vijojë kjo që të veni normalitet. Nuk është për të diskutuar largpamësinë e gjës, por jam shumë dakord me atë që tha zoti Spahiu, pra që ideja është të fillojë një nukleus. Dhe në qoftë se fillon, sigurisht pastaj që influencat e vendeve arabe, influenca e Turqisë, influenca e Egjiptit, influenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se ai është faktori më domethënës i cili e ka çuar në këtë drejtim, i cili i ka detyruar të dyja palët të tërhiqen nga kërkesat e tyre. Dhe është i vetmi dorëzan për këtë proces. Më pyeta a kanë aftësi shtetëformuese palestinezët apo jo. Për aq kohë sa një popull artikulon politikisht do të thotë që i ka dhe këto kapacitete. Artikulimi i tyre është i qartë. Kërkesë për vetëvendosje, kërkesë për një zgjidhje me dy shtete, pra sipas akordeve të Oslos me kufijtë e vitit 1967 dhe me Jeruzalemin lindor që sot është i pamundur të kryhet një shtet i tillë, pra aq kohë sa shpreha që kolon kryesisht nga Edhe një herë? Kjo nuk është e vërtet. Po është e vërtet. Edhe separatistët e Lombardisë artikulohen politikisht. Si s'është e vërtet? Dhe Kalifornia e Jugut ka artikulim politik për ndarje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse nuk është e vërtet, pra? Sepse nuk mjafton kjo. Ka disa faktorë territorialiteti. Autoriteti palestinez. Vendosja patjetër. Dhe qeverisja e Gazës, sepse është qeverisur zgjedhjet e para në Gaza, kanë qenë zgjedhje demokratike në 2006, midis Fataut dhe Hamasit, dhe fitoi diku me 60% Hamasi. Dhe se nuk u bën zgjedhje të lira dhe demokratike. As në Bregun Perëndimor, nga autoriteti palestinez, fjala vjen nuk ka zgjedhje demokratike. Unë gjykoj se i kanë kapacitetet për vetë qeverisur. Për aq kohë sa e kanë refuzuar dhe praninë e Tony Blairit. Tony Blair është njëri i cili mbart me vete hije të forta dyshimin në lindjen e mesme, për aq kohë sa është akuzuar nga autoritetet gjërësisht në lindjen e mesme si njëri i cili është fajtor për masakrimin e irakianëve në luftën kundër regjimit Saddamit. Dhe në këtë aspekt unë gjykoj se do shkoj drejt një influence dhe një poli turk në Gaza. Dhe besoj se kapaciteti turk në Gaza, qoftë si siguri, por qoftë edhe si një model politik, do ja dali që të arrisi nivelin shtetëformues sedentar të rripit Gazës drejt një konkludimi të një shteti. Por pikpyetja madhe është se ku do vendoset, e shprehu edhe Kreshniku. Pikpyetja madhe. Se në negociata ata kanë kërkuar së pari praninë turke në terren, terren, ushtrin. Ushtar turk në terren që është hedhur poshtë. Paqërues. Pra, në atë kuadër flasim për paqërues. Është hedhur poshtë nga izraelitët. Poshtë nga Izraeli. Nga pala izraelite. Në negociatat që u zhvilluan me Katarin dhe Po, por ai çka thot presidenti Trump, thot që unë pa praninë e presidentit Erdogan në këtë terren, do e kisha shumë vështirë të konkludoj në këtë paqe. Pra, le hije dyshimi që Turqia do marri pjesë në menaxhimin e Gazës. Nuk hidhet poshtë. Po pra. Ajo do jetë trupe OKB-s që do ketë nga të gjithë nga pak, nga 10 nga të gjithë që nuk do jetë trupe OKB-s. Pjesë e marrëveshjes është vendosja që ka filluar tani më e një pike të komandës së ushtrisë amerikane
të shtabit jashtë Gazës në pjesën izraelite, por që do të merret me mbikëqyrjen e drejt për drejt të Gazës. Kanë ekzistuar këto. Po, por në takimin që u mbajt në Paris, Etienne, me ministrat e jashtëm, që ishte edhe Turqia, në drejtimin e Macronit, u diskutua vendosja e një trupe të mbikëqyrur nga OKB-ja dhe ku do ketë pjesëmarrjen e të gjithëve, ishte edhe Turqia, Gjermania, Franca, Britania, të gjitha, të kenë një trup të përbashkët që do vendoset në Gaza. Jam dakord, po thelbi i asaj që po përpiqem t'ju shpjegoj. Jo, thjesht shumë modestisht. Është garanti ai që i tha Bibi Netanyahu-t, kthej avionët tani në Truth Social, dhe garanti ai që ka thënë Hamasit, këta nuk do ju qëllojnë më, është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po kthehemi tek pyetja që bëra pak më parë unë. Ku është Kina dhe Rusia? Edhe Irani që ju e nëmlesoni. Një sekond, se kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se jemi aty, ideja është që presidenti po ju shikon.